Në fakt, kjo qeveri dhe kjo majorancë i ka mbështetur jo vetëm me burime njerëzore, por edhe nëpërmjet buxhetit këto institucione pavarur do vazhdoj që ta bëj, për sa kohë është një ndër pikat më të rëndësishme tek cilat mbështetet vendi ynë, që është lufta ndaj krimit të organizuar, ndaj korrupsionit dhe në përgjithësi reformimi i institucioneve drejtësisë për t'i patur ato gjithmonë më të barabarta me institucionet drejtësisë të BE-s, e cila është familja që ne aspirojmë t'i bashkohemi së shpejti. Është objektivi ynë kryesor dhe sigurisht që gjithë vëmendja jonë është aty, ne do të bëjmë gjithçka për të arritur në kohë gjithë ato objektiva që kemi vënë vetes dhe që na janë vënë nga Bashkimi Evropian. Jemi të bindur që mund t'i arrijmë me shumë punë, sigurisht, po mund t'i arrijmë të gjitha këto kërkesa dhe të arrijmë të plotësojmë kriteret duke mbyllur më pas të gjithë grup kapitujt që kemi çelur dhe njëkohësisht duhet dimë që është në interesin e politikës në përgjithësi, e qytetarëve, pra të gjitha forcave politike dhe gjithë mbar vendit që Shqipëria të bëhet sa më shpejt pjesë e familjes së madhe europiane dhe duke qenë se jemi të gjithë për një qëllim, mendoj që është një objektiv i arritshëm dhe për cilin ne absolutisht do bëjmë gjithë detyrat tona.